Situata politike në Shqipëri e ndarë në dy kampe tashmë po përkaqësohet ditaditës, ka qenë ky opinioni dhënë nga sekretari i Partisë Socialiste në Shkodër, Jetmir Shpuza, sipas të cilit të paktën vërejën zhvillime pozitive, duke lidhur ato me identifikimet që ka kryer deri tani organi i prokurorisë. Situata politike pas masakrës së 21 janarit është përkeqësuar më tepër. Nuk është se situata para kësaj proteste ka qenë një situatë e normale, një situatë e mirë. Ditët e fundit pati disa zhvillime pozitive ku prokuroria arriti të identifikojë vrasësit, një nga vrasësit e masakrës së 21 janarit. Pyetje se si do të dëmtohet 8 maj nga mosdërgimi i komisionerëve të zonave të administrimit zgjedhor, Shpuza përgjigjet. 8 maj po dëmtohet në radhë të parë nga ky qëndrim i qeverisë, pra po dëmtohet nga masakra 21 janarit, nga politizimi i tejskajshëm i policisë, e cila ka për detyrë me rujt rendin dhe jo me pengu demonstruesit me shku në protest, po pengohet nga korrupsioni, nga gjithë problemet që po grujnë shoqërinë shqiptare. 8 maji po pengohet në radhë të parë edhe nga ky qëndrim që nuk ka të bëjë me asnjë vlerë demokracisë, nga qëndrimi i qeverisë shqiptare. Është një problem që unë mendoj se është i përkohshëm. Është një problem që do të zgjidhet nëse qeveria reflekton, pra nëse qeveria ka ndërgjegjen për të zhvilluar zgjedhje të lira. Dhe kjo do të shihet hap mas hapi, do të shihet nga qëndrimet e mëtejshme të qeverisë shqiptare dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të organizuar zgjedhje të lira. Nuk mund të ketë vazhdimsi të procesit për të shkuar në zgjedhje. Nëse do të ndryshoj situata, natyrisht komisionerët do të dërgohen edhe çdo gjë do të zhvillohet normalisht. Por me si e shoh klimën politike, unë them se për me datën 8 maj nuk e di se si mund të zhvillohen zgjedhjet. Nuk shoh klimë të mirë për zhvillimin e zgjedhjeve.